Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK po heton një projekt turistik luksoz të lidhur me Jared Kushner dhe ëndrrinë e presidentit amerikan Donald Trump, ndërsa protestat e qytetarëve dhe organizatave mjedisore kundër zhvillimit të tij vazhdojnë. Projekti përfshin ishullin e pabanuar të Sazanit në Adriatik dhe disa qindra hektar të peizazhit të mbrojtur Vjosnart, një zonë ndjeshme e ligatinore bregdetare ku jetojnë flamingo, foka dhe breshka detare që përdorin zonën por folezim. SPAK konfirmoi të hënën se ka hapur një hetim lidhur me ndryshimet e kryera që viti 2024 në statusin e mbrojtjes së zonës dhe në pronësinë e tokës, vendime që krijuan mundësinë për zhvillimin e investimeve turistike. Prokuroria nuk dha komente të mëtejshme deri në publikimin e lajmit. Kushner drejton kompaninë e investimeve private Affinity Partners, e cila zotron një portofol pasurish të paluajtshme me vlerë miliarda dollar. Ai shërben gjithashtu si i dërguar special i Trump për paqen dhe është i përfshirë në negociata diplomatike që lidhen me Gazën, Iranin dhe luftën në Ukrainë. Kritikët kanë ngritur vazhdimisht shqetësime për ndërthurjen e interesave të tij biznesore me rolet politike. Në gusht 2024, Kushner prezantoi planet e Affinity Partners për ta shndërruar zonën në një resort luksoz, ndërsa në fillim të vitit 2026 ai vizitoi vendodhjen së bashku me bashkëshorten e tij, Ivanka Trump. Në një intervistë të fundit për Politico, kryeministri Edi Rama konfirmoi se bisedimet mes qeverisë shqiptare dhe Kushner vazhdojnë. Projekti parashikon ndërtimin e rreth 10.000 dhomave hoteliere. Kushner dhe Affinity Partners nuk i përgjigjen menjëherë kërkesave për koment lidhur me hetimin. Duke folur para deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë të hënën, Rama mohoi se projekti prek një rezervat të mbrojtur natyror dhe deklaroi se propozimi përfundimtar ende nuk është dorëzuar, ndërsa studimi i ndikimit në mjedis nuk ka përfunduar. SPAK u krijua në vitin 2019 me mbështetjen e BE dhe Shteteve të Bashkuara si pjesë e reformës në drejtësi. Institucioni vepron në mënyrë të pavarur nga sistemi gjyqësor dhe ka hetuar, ndjekur penalisht dhe dënuar një numër zyrtarësh të lartë nga të gjitha krahët politik. Sipas disa sondazheve të pavarura, ai konsiderohet institucioni më i besuar në vend. Protestat organizuara nga qytetarët dhe organizatat mjedisore nisën në fund të muajit maj pasi zhvilluesit e projektit vendosën garde të larta me tela me gjemba në zonën e Zvërnecit, shkruan Politico, në jug të Shqipërisë, duke penguar hyrjen e banorëve dhe turistëve në plazh. Të dielën në mbrëmje protestues, qytetarë dhe përfaqësues të organizatave mjedisore u mblodhën para institucioneve qeveritare dhe kërkuan ndalimin e projektit, mbrojtjen e zonës nga ndërtimet e madje dorëheqjen e kryeministrit. Një protestë tjetër është paralajmëruar në Tiranë, ndërsa më 6 qershor pritet të mbahet një tubim edhe pranë zonës së projektit afër Vlorës, teksa shtohen thirrjet për reagim nga shoqëria civile. Pas protestave të së shtunës, u publikuan pamje ku rojet të sigurisë private shfaqeshin duke ushtruar dhunda një protestuesi dhe duke e tërhequr atë pranë një shkëmbi, ndërsa kërcënonin persona të tjerë që përpiqeshin të hiqnin garde dhe të ndalonin punimet. Pas incidentit, autoritetet shqiptare revokuan licencat e 2 kompanive private të sigurisë. Një roje u arrestua dhe u la në paraburgim, ndërkohë rreth 15 protestues janë proceduar penalisht, ndërsa drejtuesi i policisë lokale është shkarkuar nga detyra. Dua ta bëj Shqipërinë një vend që të jetë një destinacion i admiruar në rajon dhe ky projekt është pjesë e kësaj përpjekjeje, deklaroi Rama të hënën. Shqipëria synon të anëtarësohet në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030 dhe tashmë ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave. Të premte liderët e 27 vendeve anëtare të BE-s do takohen në Maltëzi me udhëheqësit të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Ramën, për të diskutuar zgjerimin e bllokut. Affinity Partners hoqi dorë në vitin 2025 nga një projekt i madh zhvillimi në Serbi, pas polemikave dhe hetimeve të nisura nga autoritetet vendase kundër korrupsionit.